Nuk ka diçka që sot në Perëndim e ruan që të shqiptari më shumë se sa çdo xhami në Hoxhallarë e Medinës jam. Andaj hapja e xhamive ka kontribuar shumë dhe vazhdon të kontribuoj që aty të mlidhen muslimanët shqiptar e ta flasin gjuhën e tyre, e ta lidhen atjehin me këtuhen, me vendin e vet, e të ndërlidhen mes vendit ku jetojnë dhe mes vendit bazë nga dhe kanë lindur apo janë shpërngulur. Shikoj familjet të cilat janë të ndërlidhur me xhami, i marrin e vlatë të vet e çojnë xhami. Sa shumë janë të mbrojtur nga asimilimi. Përkundër po përsëris, një numër jo të vogël të atyre shqiptarëve të cilët pretendojnë se janë adhëtar. E fatkeqësisht një pjesë jo e vogël e jonja pretendon se është adhëtar duke e ironizuar xhamin dhe fen. Ama këqyrja familjen që ka me të Zvicrën e Gjermëni e Perëndimit, këqyra familjen, pa shikaja, e shef se në familjet shumëta të tyre nuk flitet më gjuha shqipe. Nga se vlad nuk janë njohin atë dhe dashuri që ka pretenduar ai. E djemë të vetë, o a flasin gjuhën e huaj, të martuar me të huaj, e ndoshta dhe dine kanë ndryshuar, apo ndoshta s'kanë dine që. Ardhja në familje, a nuk është ibadet? Ibadet. Dhe jo vetëm ka që është ibadet, por është edhe kontribut në familjen tonë e në fëmijët të tu, është investim i drejt për zdrejti. Andaj, le të hargjohen parët për me ardhë në vendin tënë. Për që punove, letë është aj letër, vjen koha në pleqni, e mbetë është vetë. Hajden vatën tënë, vizito familjen tënde, e lene atë mesele pa na presin smirës, pa na presin mirë. Nashta nuk dina na me pri që shdo dhe që shmeret të një ju. Se na famën fillim që na krenohë me ju, po pëse krenohë me ty, nashta nuk di me të prit. Ta shke mesele tjetër, s'di jo vla me të prit. Vjerë më safirë, thë mirë se ka dhe i shtraj kampë. Qa me bëhën është, ta shme asfegu ati një sahat që pa vëdhem që të përmjeti, e nuk me mi bëgoj. Se thëmë heqë, leqa me zga. Vëzhdeni ju, vë toka ju, vëzhdeo ju, vë gjuha ju, vë vlëzëri tu, jë nënat e ju e shtepit e ju e ja. Imagina i cili bjen fëmijët për shdo vjetë që të vend që tu. Fëmija e tyne, e harrojnë do njëherë gjuhën, kur për ijet. E harrojnë familjen, kur për ijet.